Komoditetit që ofron krejt planifikimi i kësaj lagje. Zen Residence është një lagje me tipe të shumta të shtëpive, por me informata më shumë do të marrim normalisht prej përfaqësuesve të Zen Residence, të cilët tashmë i kam afër. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë kënaqësi me të pas edhe pranë meje dhe me të intervistuar. Unë përmend çdo natë Zen Residence, por kështu më shumë do mësojmë nga personi që punon çdo ditë në këtë projekt. Faleminderit juve. Unë po besoj që interesimi vetë se ka filluar, sepse lagja ka filluar të punohet. Sa shtëpi do të planifikohet të jenë si pjesë e parë e lagjes Zen Residence? Atëherë shkurt, lagja Zen Residences po ndërtohet në bërnisë të epërme, në një sipërfaqe prej 85.000 metra katror apo 8 hektare gjys. Në këtë lagje ndërtohen 80 shtëpi, ka diku 3.500 metra katror afarizëm, në lokal të vogël, është edhe një butik hotel, është edhe një qerdhe që po ndërtohet në këtë lagje. Lagja Zen përbëhet prej rrugëve shumë të gjëra. Në këtë lagje specifike saj është gjelbrimi i jashtëzakonshëm, i cili është i bollshëm dhe është mbi 3 hektar gjelbrim. Ka edhe atraksione tjera që do të ndërtohen në gjelbrim. Është e qasshme shumë afër prej qytetit i ka rreth 6.5 kilometra. Autobusi i qytetit është tek lagja, aty këtë dera e lagjes e ka stacionin e fundit, është 3C-ja, dhe është një lagje që ndërtohet me një cilësi të jashtëzakonshme. Ajo që kam la përshtypje kur e pash projektin janë tipe të ndryshme të shtëpive, varësisht prej numrit të anëtarëve, varësisht prej familjeve. Sa tipe të shtëpive janë? Po, ekipa projektuese me kërkesën tonë e ka projektu këtë lagje me 6 tipologji. Tipet të ndryshme kanë nga 164 metra katror deri në 480 metra katror. Domethënë për çdo kënd konsiderojmë që i plotëson nevojat për me ardhur me jetu në lagjen Zen. Lagja është e parashikuar në pjertësi të asaj pjese apo ka edhe pjesë ku është rrafsh shtëpia përballë me shtëpinë? Lagja është në pjertësi, dhe kërkesë decisive e jonja ka qenë tek byroja projektuese që të ruhet terreni dhe ashtu po bëhet, po ndërtohet. Është tashti si vjet do të ndërtohen rreth 30 shtëpi dhe konsiderojmë që lagja do t'i përmbyll punimet brenda 3 viteve. Për 3 vite thua që mund të bëhemi banor të lagjes? Patjetër, mirë se vini. Patjetër, kjo që na duhet është me nënshkru kontratën. Nashta na izbritje na bën. Dhe të lutem, edhe për ata me që për na ndjekin, nashta na izbritje atë. Shumë kënaqësi kemë të intervistu, edhe ju presim edhe në televizionin Kanal 10 për më gjatë të flasim për lagjen Zen, që do t'i shtoj bukuri Prishtinës. Unë s'po e zbuloj, por nga Zen Residence më thanë që kjo nuk është plani i fundit. Kjo është vetëm plani i parë i lagjes në Prishtinë. Ku tjetër nuk po e zbulojmë sepse as ata nuk deshten me zbulu. Nuk e di nëse mund të kalojmë